fundit, po Eneda çfarë përcjell? Përshëndetje. Atëherë konfirmojmë që ka përfunduar numërimi i votave të subjekteve të partive politike në Skrapar, KZZ 69, ku janë numëruar 23 kuti. Rezultatet janë: PD-SHM 1588, 29.20%, PS 3614, 66.26%, Bashk 50, 0.92%, LA 2, 0.04%, KEA 4, 0.7%, 0.07, Nisma 120, 2.21%, AKSH 7, 0.13%, ADR 0, DZH 0, Mundësia 37, 0.68% dhe PSD 16, 0.29%. Ndërkaq, me qenë se jemi duke raportuar, theksojmë që në gjithë qarkun e Berat, pra në të 6 KZZ e qarkut Berat, ka përfunduar numërimi i kutive të votimit në 132 qendra votimi, pra 132 kuti nga 275 që janë në total, dhe në këto kuti kemi koalicionin PD-SHM 9310, Lëvizja Bashk 334, Lëvizja Dheu 21, Partia Koalicioni Euroatlantik 183, Partia Socialiste e Shqipërisë 18.761, Koalicioni Nisma Shqipëria bëhet 1934, Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare 45, Partia Aleanca Demokracia e Re 36, Koalicioni Djathtas për Zhvillim 17, Partia Mundësia 550 dhe Partia Social-Demokrate 128. Pra këto janë rezultatet e deri tani në të qasë KZZ, zhvilluar nga KZZ 63, 64 dhe në 69 në Bashkinë Skrapar, ku tashmë ka përfunduar përshëndetje numërim. Mirë, faleminderit shumë Eneda për informacionet që përcollen, ndërkohë një